Këto vendime kanë krijuar një keqkuptim dhe kanë sjellë konfuzion dhe shqetësim, të panevojshëm, të cilin ai vetë sqaroi dje. Nuk ka asnjë krizë funksionale në Bashkinë e Tiranës. Puna vazhdon me të njëjtin përkushtim, me të njëjtin energji dhe me të njëjtin vizion që ka udhëhequr punën ndër gjithë këto vite në drejtimin e kryetarit Erion Veliaj. Ne nuk do të ndalojmë së punuari për qytetin e së ardhmes, për fëmijët tanë, për një Tiranë që nesër do të na bëjë të gjithëve krenar. Këtë kemi për detyrë ndaj qytetit dhe ndaj çdo qytetari. Po ashtu, më lejoni të ndaj me ju një mesazh timin personal. Kam qenë pjesë e Bashkisë së Tiranës dhe ekipit të drejtuar nga kryetari Erion Veliaj për më shumë se 10 vite. Kam punuar çdo ditë për krah të tij, duke sakrifikuar kohën, familjen, fëmijët për të shërbyer qytetit. Për ne, të gjithë, Bashkia e Tiranës ka qenë shumë më shumë se sa thjesht një punë. Ka qenë një mision i përbashkët dhe nuk ka asnjë mas sigurie, asnjë artikull mediatik që të zbe respektin dhe besimin që kemi ndërtuar me njëri tjetrin. Unë besoj shumë fort se mënyra më e mirë për të nderuar punën dhe përkushtimin e Erion Veliajt është që Bashkia të vijojë të kryej më së miri punën për qytetarët dhe të jetë në shërbim të tyre. Në fund, historia do të kujtoj punën dhe jo fjalën, do të kujtoj veprat dhe jo thashethemet. Gjithashtu, dua të shpreh mirënjohjen time për kryeministrin zotin Edi Rama, i cili në këto ditë të vështira nuk është gjendur pranë vetëm stafit dhe skuadrës së Tiranës, por edhe të gjithë kryeqytetit. Dhe në përfundim, për çdo qytetar që kërkon informacion apo ka probleme me Bashkinë, të gjitha kanalet tona të komunikimit janë të hapura. Zyra jonë me qytetarët vazhdon të jetë e hapur me gjithë sportelet e saj. Numri i gjelbër është funksional 0800 088. Gjithashtu edhe adresat online info@bashkia.al. Do të marr disa pyetje, nëse doni, edhe do të vijoj me punën. Po. Alpina Shaba, televizionit Kosmos. Zona Insani, në vendimin tuaj është kërkuar nga detyra zonja Sara Voçajs dhe zoti Alban Tokushi. Cila është arsyeja për televizje, pra për veprim, dhe e dyta, po aludohet që ju përshkakoni nga puna njerëzit e zotit Erion Veliaj. Pra njerëz të besuar të tij flasin raport me punën. Sa i vërtetë është kjo? Unë drejtoj një institucion. Institucioni udhëhiqet mbi bazë të rregulloreve, mbi bazë të legjislacionit dhe unë mbaj përgjegjësi për këto. Kështu që çdo lëvizje apo qarkullim stafit bëhet mbi bazë të këtyre dy parimeve. Ornikote gazetare nga Dysiele, ndoshta për përsëritur pyetjen e kolegës, a ka një motivacion për shkarkimin nga detyrat të zonjës Goxhaj dhe zotit Dokushi? Dhe pyetja tjetër është nëse a ka për ju një urdhër nga kryetari Veliaj për rimarrjen e detyrës tuaj si kryetari deleguar? Patjetër, kryetari dje e deklaruar le të themi urdhri nga Veliaj për ridelegimin e detyrës tuaj. Kryetari dje ju a njoftoi vetë nëpërmjet kanaleve të veta anullimin e urdhrit të parë. Të gjitha këto janë në protokoll, kështu që ka data të sakta, por dhe pyetja e parë mendoj që ju përgjigje.